Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi sot seancën plenare të radhës me pikat e rendit të ditës. Votimi për projekt ligjin për barazinë gjinore u kundërshtua nga qytetarët që protestuan jashtë kuvendit largoni duart nga fëmijët dhe deputetët e opozitës në seancën plenare. Debatet të forta mes mazhorancës dhe opozitës shoqëruan edhe votimin e projekt buxhetit për vitin 2026. Debatet për projekt buxhetin për vitin 2026 dhe projekt ligjin për barazinë gjinore më pas vazhduan në kuvend, ku kryetari i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla replikoi me Berishën. Dhe bie ndesh me interesin kombëtar të Shqipërisë son, se Bashkimi Evropian mbetet partneri ynë më i rëndësishëm dhe se Shqipëria brenda vitit 2030 do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Pavarësisht orientimit tuaj as pak në favor të kësaj aspirate historike, për ta parë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sa i përket këtij sulmi sot, zoti kryetari i kuvendit, ne do të depozitojmë kërkesë pranë Komisionit të Etikës së Kuvendit të Shqipërisë, që deputetin fjalë të japi shpjegime, por dhe kuvendi të ndali një herë për gjithmonë sulmet. Fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë vendimin e tyre se një prej arsyeve të shpalljes non grata të zotërisë janë sulmet e përsëritura kundër ambasadorëve. E ndigjohet vetë që kreu i tyre me 5 mbiemra kërkon që shpjegimi i votës të bëhet para se të votohet. Kjo kërkesë shpreh të gjithë brendin psiqike, ideologjike, identitare të këtij grupi parlamentar që pranon në krye një person si ai, i cili me një ndërhyrje të tillë tregon se nuk njeh as një ligj, as një parim, as një normë. Por unë jam këtu për të thënë 2 fjalë. Në historinë e një vendi kur nuk ndodh që paketa buxhetore të vijë pa paketën fiskale, sepse është vetëm paketa fiskale, burimi i krijimit të atij buxheti, kurse ju sillni këtu statistika kalpe, falso për të mashtruar shqiptarët. Sidoqoftë, para kryeministrisë, qytetarë shqiptar janë të vendosur të nisi një betejë etan epitas. Një betejë në kushtet pa barabarta, por një betejë në të cilën kanë të gjitha të drejtat dhe që Por me gjithë kundërshtimet e opozitës, u miratua me votat e socialistëve kalendari për projekt buxhetin 2026.